Sot është dita e parë e hyrjes në fuqi e ndalesës për përdorimin e celularëve dhe kufjeve gjatë kalimit të rrugës. Mund të gjobiteni deri në 40 euro nëse jeni duke folur në celular, jeni me kufje apo duke bërë scroll gjatë kalimit në vizbardha. Kjo vlen si për mësorët, po ashtu edhe ciklistët apo ata që ngasin trotinet. I ndaluar përdorimi të gjitha pajisjeve elektronike që i shpërqendrojnë kalimtarët. Новите законски решенија се воведуваат во насока на елиминирање на одредени навики кај пешаците и возачите на определени категории возила, меѓу кои пешакот е должен кога се движи по коловоз под услови утврдени со овој закон или кога преминува преку коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента да се движи и преминува внимателно, без при тоа да користи електронски уреди, како што се слушалки во двете уши, мобилен телефон, таблет, смарт часовник или друг вид електронски уред, со кој би му се намалило вниманието додека го преминува коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента. Sipas ndryshimeve ligjore nga viti i ri, dënimet për shoferët që kalojnë semaforin e kuq ose parkojnë në mënyrë të paligjshme do të jenë të rrepta dhe të cilët do të kapen nga kamerat Safe City, që nga 1 janari 2026 sistemi i blic radarëve do të dërgoj gjobën e tejkalimit të shpejtësisë në adresë të shtëpisë. Aktivizimi i Safe City do të arrisë numrin e dënimeve, pret profesoresha në Fakultetin e Drejtësisë Gordana Llazhetic. Ние во моментов менуваме повеќе закони од аспект на Safe City и би рекла дека треба во јавноста да се разбие таа една заблуда дека веднаш на првиот прекршок ќе ви го земат моторното возило. Меѓутоа за повторници, за оние кои што безобзирно управуваат возило со брзина над 120 да речеме од дозволената, веќе е нешто што е возилото се претвора во опасно орудие. И тоа мора да биде одземено. Nga Ministria e Brendshme bëjnë thirrje që të respektohen rregullat në trafik sepse do të ketë aksione të shtuara me zero tolerancë për kundërvajtje të cilat edhe mund të shkaktojnë aksidente me fatalitet.